cilat janë fazat e një, le të themi planifikimi? Pra, ti je pro shtatzanive të cilat janë të planifikuara apo mendon se gjithnjë ka plus minuse ndër të cilat mund të lëvizet edhe në një shtatzani të paplanifikuar? Në fakt, në fillim kur thoja që të flitej për planifikimin e shtatzanisë, ishte ideja që planifikimi të përfshinte konsultën në çift, bëhej një konsult prekoncepsionale me të dy, domethënë me të dy prindrit e artshëm, partnerët, bëheshin një sër analizash që mund të ishin të nevojshme për ta pasur, le të themi, këtë shtatzanin të sigurt dhe mendoja se ky ishte planifikimi ideal, por në momentin që i bëra të gjitha këto, planifikim sipas meje është që ti duhet të mendosh kohën se kur do të ngelesh shtatzan, duhet të mendosh se kur të takon lindja për të pasur këto privilegjet më pas, sepse edhe pse të gjitha këto unë i bëra, pra kishim konsultën, bëm analizat para se të tentonin. Lindjes dhe procedura të tjera, Duhet të patjetër, duhet të mendohen të gjitha. Unë linda në gusht, në një vapë të tmerrshme, pra të planifikosh do të thotë që ti mendosh mirë të gjitha gjërat. Askush nuk e di se kur do të ngeli shtatzan, por planifikimi mendoj që duhet të jetë në këtë formë dhe jo thjesht tek përgatitja e çiftit apo tek kryerja e disa analizave apo procedurave që mund të jenë të nevojshme para shtatzanisë.